Në apelin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë për krime të rënda, u mbajt seanca e radhës për Festim Bechdilin, kopshtarin e kompleksit Golden në Shijak. Bechdili akuzohet si pjesë e grupit kriminal që organizoi, rrëmbeu dhe zhduku trupin e Jan Prengës më 17 janar 2020. Ky rast ka tërhequr vëmendjen e publikut, pasi është një nga ngjarjet më të rënda të përfshirjes në krime të tilla. Në këtë seancë, Dritan Rexhepi refuzoi të paraqitej për të dëshmuar. Megjithse ishte urdhëruar nga apeli i posaçëm të shoqërohej me forcë nga forcat e policisë, Rexhepi mbeti i heshtur dhe tha: "Nuk dua të pyetem, se nuk kam çfarë të them." Ky veprim i tij ka shtuar edhe më shumë dyshime në lidhje me rolin e tij në këtë ngjarje tragjike. Një kërkesë tjetër që ka përfunduar pa sukses ishte ajo e avokatit të Festim Bechdilit, Ilir Muratit, i cili kërkoi që pamjet filmike të kompleksit Golden të shqyrtoheshin nga një ekspert. Kjo kërkesë u refuzua nga apeli i GKK. Megjithatë, seanca u shtyr për një tjetër datë, më 26 qershor në orën 10:00 për të vazhduar shqyrtimin e çështjes. Në vitin 2021, Festim Bechdili u dënua me burgim të përjetshëm nga GKK për rrëmbim dhe vrasjen e Jan Prengës. Megjithatë, një vendim i gjykatës së lartë solli kthimin e dosjes për rigjykim në apelin e posaçëm, pasi Bechdili ka pretenduar se nuk ka marrë pjesë në krimin e kryer. Sipas SPAK, ai është në dijeni të vendodhjes së trupit të Jan Prengës, pasi ka qenë pjesë e ngjarjes. Jan Prenga, një baba i 3 fëmijëve, u rrëmbye në Kamës më 17 janar 2020, pas një periudhe intensive vëzhgimi dhe ndjekje nga rrëmbyesit e tij. Ai u përpoq të përballej me ta, por ata arritën ta futnin në një makinë Range Rover të bardhë, duke e transportuar në kompleksin Golden. Ky kompleks është në pronësitë Altin Hajrit, një personazh i njohur për lidhje me trafikun e lëndëve narkotike. 5 persona janë akuzuar si pjesë e grupit që realizoi rrëmbimin dhe zhdukjen e trupit të Jan Prengës. Ata janë Aldo Majnishta, Artan Doçaj, Geraldo Martini, Marin Bleta dhe Corrado Gështenja. Po ashtu, Dritan Rexhepi gjykohen si pjesë e këtij grupi, ndërkohë që urdhri i rrëmbimit ka ardhur nga Gentian Goçi, i njohur si Funiqi, edhe porositësi i dyshuar për krimin është Dritan Rexhepi. Sipas hetimeve, Jan Prenga ka pësuar dhunë të rëndë dhe është vrarë brenda kompleksit Golden. Pas vrasjes, trupi i tij është zhdukur dhe ende sot e kësaj dite nuk është gjetur, duke lënë një pasiguri të madhe për familjen dhe shoqërinë.